Dhe në fakt edhe pse ti e ceke pak, po flitet edhe për këtë detoksin 3 ditor. A funksionon realisht? Dëgjoj, organizmi ynë ka organe detoksikuese, janë mëlçia, janë veshkat, është lëkura, janë mushkërit nëpërmjet frymëmarrjes. Pra të gjitha këto organe bëjnë një detoks të organizmit. Unë nuk do të thoja që ky është termi i përshtatshëm, detoks, pra njihen si pije çuditëbërëse detoks, supra detoks, apo këto janë ushqime të cilat nuk kanë kalori, kanë shumë pak kalori, por nuk kanë vlera ushqyese, le të themi, sepse nëse ti vendos të konsumosh një lëng portokalli. Lëngu i portokallit ka 3 portokaj brenda. Pra është shuma maksimale porcionet maksimale të frutave që një person duhet të konsumojë gjatë ditës, sepse një dietë e shëndetshme, le të themi, duhet të përmbajë 2 deri në 3 fruta në ditë. Pra në lëngun e portokallit ti ke marr 3 portokaj, por ke marr sasi sheqeri të tepërt dhe gjithashtu nuk ke marr fibra, atë që e ka bulba e portokallit të plot. Kështu që le të themi këto pije detoks nuk është se kanë fibra, nuk kanë kalori dhe ti mendon se je ushqyer, por burimi i proteinave dhe i karbohidrateve, të cilat duhen marrë nga karbohidratet komplekse, por gjithashtu dhe yndyrnat e shëndetshme që duhen marrë natyrisht për zhvillimin e qelizave të trurit, por edhe të organizmit, pra organizmi ka nevojë për një yndyrë të shëndetshme. Të gjitha këto ti nuk i merr nëpërmjet lëngjeve detoks. Dhe në fund fare çfarë ke bërë? Asgjë.